Rënja e lindshmërisë në Shqipëri vijon që të mbetet një nga sfidat më serioze demografike dhe sociale të viteve të fundit. Sipas ekspertëve, norma e lindshmërisë ka pasur një rënje të ndjeshme gjatë 3 dekadave të fundit, duke çuar vendin drejt një procesi të përshpejtuar të plakjes së popullsisë. Është një problem me të vërtetë shumë i madh. Nuk mjafton vetëm konstatimi i këtij realiteti që ne në një popullsi që kemi qenë afër 4 milion banor, tani më jemi 2,4 milion banor dhe nëse do vazhdojmë me këto norma të ulta të lindshmërisë, do të thotë që plakja e popullsisë do të jetë akoma më dinamike. Për sociologun Gëzim Tushi, familja moderne nuk e ka më prioritet kryesor rritjen e numrit të fëmijëve, ndërsa faktorë të tjerë si rënja e martesave, rritja e divorceve, kostot të larta të rritjes së një fëmije dhe mungesa e mbështetjes së mjaftueshme sociale dikojnë drejt për drejt në këtë fenomen. Ne kemi hyrë në një epokë moderne dhe me sa duket në përgjithësi kur shoqëria emancipohet dhe kur femrat emancipohen, një nga pasojat kryesore është ulja e lindshmërisë. Tushi paralajmëron se nëse trendi do të vijojë, vendi mund të përballet me nevojën për të importuar fuqi punëtore nga jashtë, ndërsa struktura e popullsisë do të bëhet gjithnjë e më e moshuar. Nuk është vetëm një proces social, por është një proces kompleks që është demografik, është social, është ekonomik, ka të bëjë me vitalitetin e popullsisë, ka të bëjë me fuqinë punëtore, ka të bëjë me skemat e mbrojtjes sociale, pra nuk është kaq i thjeshtë fenomeni i rënjes së lindshmërisë. Edhe pse janë ndërmarrë disa nisma si bonuset për lindjet, ekspertët vlerësojnë se nevojiten reforma më të thella dhe strategjia fatgjata për të frenuar këtë trend.